Ndahet nga jeta në moshën 58 vjeç Artan Lame. Ditën e sotme është ndar nga jeta në moshën 58 vjeç. Artan Lame, një nga figurat e njohura të jetës politike shqiptare. Artan Lame ndroi jetë në Gjermani ku kishte shkuar për një ndërhyrje në zemër. Ai drejtoi për disa vite Agjencinë e Legalizimit të Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale Aluizni, si dhe mbajti poste të tjera shtetërore duke qenë aktiv në radhët e Partisë Socialiste. Lame ishte publicist, opinionist, studiues historisë shqiptare dhe një veprimtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të vendit. I lindur në Tiranë në vitin 1967, me origjinë nga fshati qytet i Kolonjës, Artan Lame la gjurmë si pjesë e shoqërisë civile dhe si funksionar publik.